Epopeja na mëson se kur një popull vendos të jetoj I lirë, asnjë forcë nuk mund ta ndalë atë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lufta e jasharajve, nuk ishte vetëm betejë e një populli. Ajo u pasqyrua dhe u mbështet edhe nga miqtë tanë anë kënd globit. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek aleatët tanë evropian e shumë shtete tjera demokratike, ato që ndruan në krah të Kosovës duke na dhënë mbështetje në momentet më të rënda. Me kujtimin e heronjve dhe të kaluarës sonë, me kujtimin e gjithë martirëve që ranë e u flijuan për lirinë tonë, ne afirmojmë edhe të ardhmen. Kosova ka mësuar se liria kërkon vizion, vendosmëri dhe mbrojtje të vazhdueshme. Secili qytetar I yni është partner I këtij projekti kombëtar. Çdo vendim I drejtë dhe I mençur forcon themelet e shtetit tonë. Prandaj kemi detyrimin kombëtar e moral të transformojmë kujtesën tonë historike në vizion politik e zhvillimor. Në Kosovë të fuqishme, ku vendimarrja strategjike dhe integriteti institucional sigurojnë prosperitetin e brezave që vijnë pas nesh. Ky është amaneti I epopesë UÇK-s. Si në çdo mars jemi këtu bashk për kujtimin e një prej akteve më të larta të historisë sonë kombëtare, epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në prekaz historia u shkrua me zjarr dhe me gjak. Toka u bë altar I lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëluftarëve të tij, u bë personifikim I vendosmërisë për të mos e pranuar nënshtrimin. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujtesën tonë kolektive si mësim I përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegociueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Kanë kaluar 28 vjetë nga ato 3 ditë marsit që ndryshuan përgjithmonë fatin e Kosovës. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, një familje shqiptare vendosit të qëndrojnë në pragun e shtëpisë së vet përballë një ushtrie të tërë pushtuese. Por ato 3 ditë nuk janë vetëm një betejë në kalendarin e historisë sonë. Ato janë një mësim I përhershëm për vetë kuptimin e lirisë. Sepse ka momente kur historia nuk shkruhet nga numrat, nga fuqia ushtarake apo nga kalkulimet politike. Historia shkruhet nga vendimet morale të njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Dhe në ato 3 ditë marsit, në prekaz, historia e Kosovës mori pikërisht këtë formë. Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Ai u bë altar I lirisë, ndërsa familja Jashari u bë simbol I ndërgjegjës dhe qëndresës së një populli të tërë. Këto prova të thella morale shtrojnë një dilemë sa të thjesht, aq edhe të rëndë për shumë gjenerata. Dilemën dhe pyetjen se për çfarë është një popull I gatshëm të jetojë dhe çfarë është I gatshëm të sakrifikojë. Në ato çaste, popujt nuk matën më me numra, nuk matën as me territore, edhe më pak me forcë luftarake. Ata matën me shpirtin e tyre, me gatishmërinë për mbrojtur atë që konsiderojnë të shenjtë, më të shenjtë se sa veten e tyre. Dhe në ato çaste vendimtare historia kërkon njerëz që janë në lartësinë e saj. Njerëz që kuptojnë se jeta e tyre nuk u përket më vetëm atyre, por është destinuar për një fat shumë më të madh kombëtar.